i kërkuam gjykatës shuarjen e masës së sigurimit, sepse ka plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret të bazuara në ligj. Ne padyshim që e kishim të bazuar kërkesën, ju do thoni që mbetet çdo javë këtu, jo, ne nuk mbetëm çdo javë këtu, problemi qëndron që ne bëjmë kërkesa të bazuara. Fakti që gjykata nuk i merr parasysh, por të dëgjon dhe në fund fare dëgjon dhe prokurorët që flasin vetëm 2 minuta dhe tërhiqet sikur do marrë në një vendim të llatashëm. Problemi qëndron që gjykata sot ka krijuar një precedent shumë të rrezikshëm, Klodi. Ka krijuar precedentin e mbajtjes peng në paraburgim të presidentit pa gjyq, pa ligj. Problemi është që sot që ne po flasim, vërtet hetimet kanë përfunduar, vërtet jemi në seancën paraprake, por mos harrojmë që ne nuk kemi zhvilluar asnjë seancë nga seanca paraprake, pra nga gjykimi paraprak. Dhe kjo e bën akoma më të rëndë. Ne nuk e dim kur do përfundoj kjo seancë, ne nuk e dim sa do zgjasi ky gjyq në kuptimin, sepse kemi rastin e zotit Berisha zgjati 7 muaj apo 8 muaj, nuk e dim çfarë vendimarrje do marrë gjykata, da kalojë në gjykim, da pushoj apo do ta kthej për aktet për prokurorisë për të vazhduar hetimet, dhe kështu që jemi në një errësirë totale për sa i përket çështjes së zotit Meta. Ne nuk e dim, thjesht 2 sekonda, tha kam rrëzuar kërkesën, nuk e dim vendimin arsyetuar, kur ta marrim do t'ua bëjmë publik. Por është një precedent, ka krijuar një precedent shumë të rrezikshëm sot me zotin Meta.